Do të nis këtë tregim edhe i herë nga e para. Në qoftë se I mbaj me në fjalët si që thash në fillim, do mundohem të them edhe i herë që me fillim. Po nga herë I harroj ato që them. Edhe se mu shkëput, le të shkëputim, le të mendojmë që s'do shkëputët. Prapë dhe këtë radhë, që nuk I besoj. Prapë dhe shkëput. Dhe prapë është shkëput. Por, ajo që desha t'ju them është se kishin qenë një herë në fshatin tonë 2 vëllezër. Ishin rrit pa bab e pa non, kanë pas thonë. I kishte rrit xhaxha I vet. I kishte marr. I kishte rrit. I kishte bo burra. I kishte martu. U kishte bo shpinë vet. U kishte gjetë nusët më të mira që mund kishte gjetë në për 7 palë katuna. Që mos thonin boda që ja I martoj shpejt dhe shpejt e I nëzori nga shtëpia se si pat fëmijët e vet. U kishte bo shpinë. Të jetonin vetëm se 2 vëllezër një herë në shtëpinë e vet. Ishin knaqe, ishin gëzu vllaznet. Me nuse, dilin të punu, nuse të mrekullueshme të mira, nga çdo drejtim, fare fisi mirë, me emër, të bukura, më të bukura se mund shifje na herë. Mirë po, u kishte hy sherri nusëve të nga shtëpi të vogël. Sherri ishte rrit, ishte zmadhu, kishin fillu më zonë, në u të heq për flokësh. Kishte fillu dhe katuni. Kishte fillu pra dhe katuni me nqu se katuni ne këna thonë me loqe, me fjallë ta. I kishte ranë vesh edhe këtyre burrave. Ishin vra, ishin pesmëtu, ishin dëshpru, se kur s'kishin përshqef në herë me njëri tjetrin. E tash që ishin martu, tash që ishin me shpinë vet, kishte ardhur sherri mrena familjes. Edhe kishin bo mend, shkojnë në shtëpi, e t'i fusin nusëve të dajak. Do t'i rrafim, kishte thonë miftari I vogli. Do t'i rrafim ata që ka hak, kishte thonë Zenuni I madhi. Kishin ardhur në shtëpi. Miftari kishte fut nusën dhomë. Nusën që e dojte, si që mundoj, e njëri, një femër që e ka gjetë vetë dhe e ka dash vetë dhe është gati të vdes për ta. Kështu dojte dhe Zenuni nusën e vetë. Si që doshin njëri tjetër të doshin dhe gratë. Shqiptarët e kanë dash jashtëzakonisht gratë. Edhe kur nuk janë shfaq. Edhe kur janë heq burra me namus. Edhe kur kanë dash të tregojnë botës që ne rrim larg. S'kan mujt në herë më net vetëm pa gru. I kanë dash jashtëzakonisht shumë gratë. Shqiptarët e tonë. Që I këtë tregojnë si kur kanë shku keq si qentë, si madhë, si më minë. Vjen miftari I voglit, veçlit janë gjithmonë më të pasër, më të ndershëm. Mëndaj, futët në dhomë, edhe e rreth nusën miftari. E rreth nusën. Nusje miftarit e dinte pse u rraf. Nuk ja merrte keq miftarit, po I vinte keq. As nuk dojtë t'i thotë që ajo I ka fajnë që mos të prishtë vlajnë, atë burin me vlajnë e vetë. Po Zenuni se ka prek fare me dorë. Në dhe njëjtë gjohë prap mas 2-3 ditë. Prap vjen miftari. Prap fut nusën dhomë. Prap e rreth miftari. Zenuni hiq. Se preku me dorë Zenuni nusën. Mirë po kur në dhe herë, është gabim.
Kur nëllë herë në dytë është dëshim, kur nëllë herë në tretë s'ka burë nëne mo, me ta mushmenjen që fajnë e kaja që rifët gjithmonë. Miftari shkret, po e riftë nusën sa herë të bonin shabat. Nusje miftarit po hajtë dajak, nusje zënunit po knoqej ma tonë. Se kështu po merë të hak me dorën e kunotit, edhe buzët vesh me vesh, nusje zënund, lotët shurk, nusje miftarit, dy vlezën që kishin shku jashtëzakonisht mirë, dy vlezën që i dojtë të katuni forcë, kanë ranë siklet, vlezit nuk e dun këtë që po nëllë në shpinë të tyne, po njoni gruna mua po e ref tjetri, me torës po e prek. Problemi është sa herë të që bonin shamat, të nuk përshpun se kush ishte me faj, kush nga gratë ishte me faj, dijej kush do të hanë të dajak. Po një ditë për ditëvet, ata erdhen në shpi heret, para djeli pa zonë këshomi, edhe panë që ishte nusje zanunit, nusje zanunit, që niste shëmotën, edhe thoshte, hasë vjetë të rego buri jo ty. Edhe i tha miftari, e shikomër vla, se kush e pas fajnë, e shof thot zënuni, po se kam pa, edhe shkulli i hun nga gardi zënuni, edhe i tha, miftarët, shkulli dhe ti tha, mjaftë tha me dorë, tha, ka ardhë kohë me hun, pra edhe të shti, kur zënuni e pa se kush e kishtë fajnë, edhe u bo gadi me raf, po me raf të shi, jo me dorë si që kishtë raf miftari, po me një hun gardi, prapi tha miftarët, bo gadi, me hun të që këm të japim dajak, po miftari, me gjithmen e kishtë rreth grun, po si shë së trap, miftari, bile e dinte që sa shme faj gruja vetë, tha jo vla, tha, se s'do të rafim ka mort në duhan, do rafim gratë, nonët e kalamojve tonë, me që se kishin pas kalamoj, me që ishin rritje tim, të dy kishin pjell, kishin lind, nga një ushtri me kalamaj, zhdat muj, se cile gruj, zhdat nën mujsh, se cile gruj, se shtat zonë, edhe hyn të dy hyn në barë, të dy gratë këtë dera shpis, nusje miftarët, shkoj drejtë në dhomë, e dite që dhe shkoj me hordajak, nusje zënund në edin prag, me pa të ashti se si do të kërsiste dajaku këdhon me nusjes miftarët, por erë zënuni e kapi për leckësh, nusën e vetë, edhe me një dorë të rëhishtë nusën, me dorën tjetër manë të hunë e gardit. O bo, tha miftari, ky me gjithmen nuk të rreth, por kur niska me të raf, ky të qeka do po këta nomin, edhe u të meru miftari, kishte frikë me raf nusën e vetë, se mos a i budal i vlaj vetë, po ja thy të brit gruz vetë. Hynin dhëmë, miftari i futi një dishpulla nusës, sa me thamë, e ditë shumë mirë që s'ka faj nusje vetë, po që të njojtëm ato, kërciste huni, si keni pa ju, ato gratë ose që riftin qëlima i dëshek dhe kur nga plunim, kërciste huni. Toli me vrap miftari nga dhoma, se tha e myti budalli, kunotën,
Edhe shkoj ra deres, pas o hap të dera, vazhdoj të trifta i me hu. Miftari. Me sa fuqi pati gjujti shteres me shqelme dhe qfar me pa, mër vlesër e motra. Nusje zënunit rintën koma zdere. Edhe qeshte, kurse zënuni, i binde dyshekut me hu sa fuqi kishte, kishte bo pal Jergonin. Edhe, po rifte dyshekun Jergonin, jo nusën e vetë. Pra ndaj vlezër e motra, Sami Gjoka, ju të rive, do t'ju lëvej një amanet. Po pat mundësin, kur t'kini mundësin, në qofë se ju jepet mundësia, arrini sa ma lart me njoni tjetrin, vlezër e motra, dhe shifeni sa më rrallë njoni tjetrin që të shkoni për malë, se po nejtet bashk, e po qet afer, do keni vetëm shamat e siklet, pa drejtësi, edhe dhe shkatroni komplet. Sami Gjoka ju përshnet.